Temperaturat e larta përfshin vendin Ministria e Shëndetësisë, apel qytetarëve, ja këshillat për t'u përballur me vapën. Në kushtet e temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin, Ministria e Shëndetësisë u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar për shëndetin dhe të ndjekin disa këshilla praktike për të përballur nxehtësinë. Mjekët rekomandojnë konsum të bollshëm të ujit gjatë ditës, edhe në mungesë të ndjesisë së etjes, për të shmangur dehidratimin. Qytetarët këshillojnë gjithashtu të qëndrojnë në ambiente të freskëta dhe të shmangin ekspozimin në diell gjatë orëve të nxehta të ditës nga ora 11 deri në orën 16. Ushqimi duhet të jetë i lehtë dhe i pasur me lëngje si fruta dhe perime të freskëta. Rekomandohet gjithashtu përdorimi i kremrave mbrojtës për lëkurën dhe veshja me rroba të lehta me ngjyra të çelura. Ministria thekson rëndësinë e mbrojtjes së fëmijëve, të moshuarve dhe personave me sëmundje kronike të cilët janë më të rrezikuar nga nxehtësia ekstreme. Ministria e Shëndetësisë deklaron se ekipet mjekësore janë në terren për të garantuar ndihmën e nevojshme dhe u bën thirrje qytetarëve të kërkojnë asistent në çdo rast nevoje.